automatic bang, 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 automatic bang, bang, bang. Deep pressures up, straight to my place, looking up if I'm up. Racks in my cargo, all the more stupid. Team y'all showing how we do it. Switch side, do it, I can do that. All the window, with the check, like the Rolex, Rolex, and go back to more sex. I must say, I ordered the DJ. Wake up, shooting my babies all on my pick up. I'm running through these whole areas, take up. Young girl, stop saying, Tea party, my bitch like the box. Take a ride and shotgun, sick bang, cartoon bottles coming, telling bitches like flares. Smoke on my wrist, call that really big bear. I can see it in the night, though, get a flare. When that switch bang, when them doors swing, I'm out the window screaming money ain't a thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Trying to top off the family. Bitches screaming, hey, we ain't no way in Atlanta. Maybe she a rock star, maybe she a singer. Fucking with the lot of women, shut up on that. Bang, bang, call it automatic bang, bang, bang. Njerëz internet sa YouTube sa, por së mos u gjeni shikues të Ani Report sapo e pat performancën e këtij grupit këtu. Tani më thanë që ti ishe i pari plaçkës. Po, unë jam ndihmora edhe koreografi i grupit Questa Group. Edhe se ç'kishe dhe aty kemi shëmshyrit i një gjë? Po, ajo është veshje që na ka sponsorizuar. Që ka sponsorizuar? Po, është një dyqan shumë i bukur, sidomos për kërcimin, për stilin e ri. Në vërtet një dyqan që duhet ta vizitojnë gjithë. Shumë mirë. A mendoni juve që street dance është në qik një kërcim që është e vështirë që futet treg? Është shumë i vështirë, po për në treg nuk është i vështirë, sepse është në treg kërcimi street dance. Po faktikisht është për eventet të rëndësishme si kjo që u pësot edhe është në treg, nuk është se nuk ka në treg. Ju merë një pjesë për aktivitetet tilla dhe? Po, ne jemi okej. Ndodh shpesh? Shumë shpesh. Si ishte sonte? Si ju priti publiku, ju pëlqeu? Mirë, pash. Dgjoj, më shumë për juve dohet Roketi sipas mendimit tuaj? Apo për këtë bëçën këto? Që drirej. Ja kishe futur te kallashin. E di kush kallashin? E di. Është njëra që e drejt byçën, kështu siç e drodhe ti sa. Po disa e vogël çengemi. Po ti aty në skenë duke qenë e madhe mi. E po. Si u ndjeve kënaqur? Është performanca e parë që bëjmë këtë. Ishte për para fareve. Do të thonë grupi ka kohë kurse goca është e re apo jo? Mirë. Mirë, bukur. Si u ndjeve kështu si e parë? Pak emocion, po. Ke problem që do të dalësh ke televizorin dhe do të shohin atë shtëpisë? Absolutisht. Sa vjeç je? 18 vjeç. Shumë mirë. 18 ka mbushur rregull është goca. Ju uroj suksese, pafund se i meritoni se ishte të shkëlqyeshëm. Që du me bëj intervjist me ty apo jo? E di edhe më vjen shumë keq që si kom prej kala se e bunë një kishë. Po e pse të gjonë që atë ti? E po hitë në Kosovë me kështë. A në tjenë gjë moj se kalashi kështë gjitha do të cica, po s'kam që fare mo. Jo, original, wow. Po kalashi tha katastrofë tha fare. Jo, më po më pëlqen se pas ke pak shumë. Po glemo me tella, i kam ngrit në shik me kupa. Zemër kam qykur, kam bërë intervistën e Bikut, këtu e gati para një viti. Kam pas shumë qef, gjithmonë në Kosovë, kthej me angazhime dhe me shumë qef e po ata që takohat është. Edhe unë kënaqa shumë. Ishte rastësi sepse aktiviteti Mister dhe Miss Tatuazhet ishte një gjë që unë nuk e mendova që do gjeja shumë këngëtarë, por sidomos ty, që kisha kaq kohë që po të kërkoja. Dhe më bësh shumë qefi si je njëra, jeni mirë. Kur do martoheni, kur do e boni bebin, hajde këtu tash. Po t'jesh intervistë. Pak po. Si ishte mirë? Ishte shumë mirë, ose se ndihjoja shumë mirë vetëm, por ishte perfekt. Unë në fakt, me thon drejtën që nga prilli,
e kam lënë vetën në një lloj pauzë. Mos them pauzë se kam vetëm 6 muaj, po gjithsesi ajo për mua është pauzë, sepse s'jam mësuar me ndoshta me pauzu ka gjatë, po që kisha nevojë për një kohë reflektimi, me qenë se gjithçka po ndodh në këtë fushën tonë. Edhe njëjtën kohë jam duke përgatitur për një program televiziv që po merr shumë Shishi! Ku këtu në Shqipëri? Jo në Kosovë. Kosovë. Edhe E mirë se thash se po na sfidon këtu. jo. Na Po prandaj nuk erdha këtu. Por unë me ty kam ngelur te radio, nuk e di ç'u bë. Kemi marrë frekuencat, thotë që neve do fillojmë shumë shpejt në terren. Mirë, ti në televizion, ai në radio, po muzika? Ku muzika? Jo muzika, jo patjetër, muzika po, nga që u mësuam kështu, duhet me nxjerr. Patjetër, do me nxjerr një këngë. Janë ato periudha që don viti i ri, verë. Edhe ishte një sfidë pak a shumë edhe imja edhe Bigut, ta them si një pjesë e jona, ta them kushtimisht menaxheriale, domethënë që e mendum mirë këtë farë heshtje shumë pak, po që po na ndihmon me sjell gjëra të reja për vitin tjetër, sepse këtë vit dëshëm, si thonë, me mulë edhe me pa. Sa të bëmi si delet, shkojmë mas stufës, shumë më mirë të se nuk është për mendimin tim, aq sa kom reflektuar domethënë që. Do me thënë thjesht bësh një këngë klip edhe, po që ndoshta aty ku pjek më shumë artistikisht, vjen deri në atë moment që nuk është më e rëndësishme thjesht rutinë koncerte, rutinë bësh klipe, po të mendosh për gjëra alamat bukura. Për shembull, ka po përshtypje Alban Skenderaj që kishte bërë një gjë më inovative, që ishte koncert, që ishte koncert unplugged. Dhe kjo që e bëri ai, domethënë, kjo ishte diçka e re, diçka që i duhet publiku. Sepse për këto gjithë po bëjmë koncerte, klipe, po asnjë gjë e re. Është edhe pak mungesa vendi vogël, tregu vogël, po pak a shumë një përmbledhje. Hajde po që vaqen, se kam 100 vjet që nuk të takoj. Aman malli. Mja kalofshi bukur me qitë Bigun dhe faleminderit. Edhe jo nuk do martohemi akoma. Jo, nuk do martohen akoma. Po që do unimi aty është martesa. martesa. Aty e keni martesa. Do martohemi neve vajta. Se pysin mua. Me tash I gjeni viktim juve pyesni këtë. Po do martohemi neve. Martohemi neve? Ose kollaj është bësh propozimin atje në Paris. Po pra. Jo, s'ishte kollaj fare ajo puna propozimit. Dhe ishte shumë e vështirë, po ishte shumë e bukur edhe shumë e arritur nga ana emocionale. Mirë, tash unë kam mall ta shoh nuse. Po, Kulla pa. na më se ta imitoj unë Bigun në Paris. Ja pa arsye se mos kishte një po kishte vetëm ja 30 veta, po ishte ndërkohë që po shifnin nga krau tjetër anë, thash, okay. Ja. Ja kështu. Zemër. Jo, e paske bajt gjatë. Dëgjo, edhe di që fjalët e para kanë qenë tis. Ja orën 12:10, Po. ishte 12:10. Edhe unë veç maj mend që ka thonë ti e din që gjithmonë kom dash me kalu jetën me ty dhe ma ndema ka qenë terë për mu se kam di që diçka po ndodh. Edhe veç e maj mend këtë kaq. Jo kaq. Jo, kaq. A shi ul ti? A shi pranë mund ajo apo a shi ulur? Bash, jam ul me vërtet. Shqiptarë vëlla ti, nuk e di si janë ato të Kosovës, po këta të Shqipërisë herë nuk ulen. Kisha Po hallin. nuk ulen shqiptari, nuk ulen. Kisha hallin e atyre njerëzve tjerë dhe kur e merr kjo tash unazën, edhe I verdhin për qafoj. Edhe ngela, se ndërkohë ato u kthyn ato tjerë dhe kjo po prapë po më përqafote I thash, jeta, po apo jo tash që I lem këto dallaveret, se e morë unazën po. Tash I po në tha ajo, lori ti dallaverit kur do martohen. Mirë se. Shumë. Mirë se do dhe shumë lekë, se ju s'do bëni dasëm koti. Jo, s'është puna, nuk është puna që do edhe shumë lek, neve njihemi që gjejmë gjetje gjithmonë. Domethënë edhe jo si dasma ministrit jo herë, po që Mirë, pa jo s'keni mëse. Qeni nga Kosova në kështjell shumë pak kështu. Kështjell nga Kosova? Nuk ka një 2 monumente kulture. Prizren ka urën, ke ura Prizrenin. Shiza po. Tirana, Kosovë do bëjtë tallështi. Na akuzoj unë nes, po pas. Ai do vi se duhet të marrë të një. Po patjetër, duhet me krushqimu po ky muhabet. Faleminderit shumë, më kënaqet, ishte intervistë shumë e bukur.
Me justifikove që kam kaq kohë që të pres. Anxore bile diçka, ja ekskluzivën ta dhash për emision se s'ja kam thënë kërkujt. Okej. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Gjon, ke emisioni im nuk I kishe nxjerr kështu këto ti. S'ma bëj kot mua. S'mi kishe nxjerr. Nuk isha përgatitur. Jo, isha përgatitur. Ti e di që e bleva mbrëm Milano, komplet. Okay, se pastaj ikën në Itali e drejt. Mirë. Mirë, do të presim të shikojmë performancën. Dëgjoj, po çfarë ke bërë atë këngë aq të bukur moj? Ka moj. Po atë të këngës më që ke Po moj. sekondojmë do të këtu atë. E bukur. Jo, ajo shumë e bukur. Dëgjoj, ulë një, dëgjoj, hajde, shiko, ti je pak I shëndosh kështu, po ulë një herë këtu si për me. Po mos bësh jam shumë e rënd, jo. Jo, mirë. Jo. Dëgjoj tash, si lëro, Ha, e liruar jam. Ah, bravo. Jo, po nuk qen ke shëndosh, nuk e shëndosh, domethënë nuk je e rënd vërtet. Jo, s'jam. Kush ta ka bërë atë këngën aq të bukur? Getry Saraj. Producenti im personal. Ai bën gjithmonë? Jo, po. Ai bën gjithmonë, domethënë, Do nxjerrte një të re tani këtu, do e promovoj këtu tani për herë të parë. Okej, do ta Do ta regjistrojmë. dredhim çik, është e bukur, shumë e bukur. Është e fortë, e fuqishme? Po mirë, kush e ka bërë këtë të fuqishme gjithmonë ai Genti? Ai Genti, po. Bravo I qon, të lutem të dora more Genti, se të ka rënë për pjesë një talent si puna e Jessicës me një zë të shkëlqyer, kështu që të ra për pjesë valla, ç'a të themi? Sa ti bën tani? Tash justifikohet me muzikë të bukur. Vetëm kjo ngelet, po me këtë të këngës magjike e ke myt fare me këtë. Faleminderit. Se ti po do, ja, dëgjoj. Të gjithë ata që janë aty, organizatorët e atij festivali të madh, dhe ata këngëtarët që votojnë njëri tjetrin padrejtësisht, ta marrin vesh mirë që po se votuan Jessicën, turp t'ju vi nga vetvatja. Turp t'ju vi. Pafshim. Me që, wow, s'kisha parë në njërë ka shumë quna? Me... Ure, si jeni njërë, mirë? Mirë. Prito vlas... Ngela duke intervistuar vetëm goca unë, duke nxjerr vetëm gjokse. Po për vetes do mendoj unë. Po, bro. Ti s'pas ke shumë fibra. Jemi klient të dytë ku bëjmë lukun e flokëve më duke. Ti e ke ol ti shumë edhe ti, ë? Ku I bën këto ti? Palestër ku tjetër. Në palestër, ë? Bravo, shumë mirë. Po pse doni të bëheni model apo jeni model? Jemi. Duam të bëjmë më të mirë akoma. Më të mirë akoma, a? Po ti nga Vlora je mo? Nga Vlora, nga Vlora. Ashtu, po pse jeni tërk kashtegor ju nga Vlora? Ore, kush është më e mira për ty? Ja, për mua më e mira është kjo goca, si është? Edhe për mua ajo është më e mira. Po ti thuaj asa. Ja kam thënë para te. Po ç'a thot Çelësira? Çfarë do fjalë më të mira thot. Të propozo këtë me? Jo. Si klaj. Dëgjoj. Dale një herë mi? Dale një herë këtu, dale të shikoj. Ua, jo të të shoh dhun, po të shohin dhe ata një herë, dale një herë të shohin ata. Ule një herë. Dëgjoj, je model, a? Jo, faktikisht kërcej. Je balerin. Po, jo. E po hajde më bën çka të stilin e kallashet, që se ngeli duke u bë famshme kallashen atë çmeni ajo. Hip hop faktikisht. Na I tregon çik tatuazhin? Atëherë 8 kam të mijat. 8 I ke të tua? Po. Ku I ke moj? Po si më shkon zgarravitet njeriu aty, a janë të rrezikë apo jo? Duket aty. Po jam. Gjon. Çka ke shkruar aty? Bite me. Bite me? Po. Çfarë do më kafshon mua? Si më kjo kërkon vetja kafshoj. Shumë rrallë tregoj. Shumë rrallë tregoj. Shumë rrallë tregon, Po. Thën po doli ai që ja vle me ta kafshou, ë? Sigurisht. Ti apo herë bëj herë. Se doli, prit se doli. Hajde vullnetari. Doli. Iko ul barkun ti një herë, ule një herë barkun. Ku I ke tatuazhet? Këto. Po këtë se ke për vërtetit? Jo, se kam për vërtetit. Po të për vërtetit ke? Jo, se kam bërë akoma, tash. Moj ti ke ardhur për modele këtu ti mi? Po, për modele. Po si ishe mirë? Mirë, të si e. Mirë, faleminderit. Të kalon mendja kokës ti që
S'ka shkaravitur në këtë farë? Ma akoma s'kam bërë gjë. Koma? Kjo është fillimi. Kam për të zgaravit këtë. Gjitha. Po mirë se ajo I kishte bërë gjitha me kuptime ajo goca. Ti ça kuptime? Të gjitha tatuazhet të mia kanë kuptime, po kuptimin më të bukur dhe më të mirë ka kjo këtu. Për mua. Kjo? Po. Është një gjë që nuk kam qef të flas, është vetëm për mua. Kam ardhur nga Belgjika pas ta fat vetëm për eventin. Ti si të duket Shqipëria nga aspekti që ke jetu jashtë? Çfarë të pëlqen ty këtu? Kaq do ma thosh ti më ç'pun ke me politikën? Jo, nuk ka gjë që tham nuk pëlqen. Për shembull, shikoj një hecje rrugore me makina që është njerëzit nuk e kalojnë rrugën ke vizat e bardha për shembull, ëh? Jo, nuk është ajo, hecin. Po dhe ajo është se nuk i kalojnë rrugën ke vizat e bardha shqiptarët. Po te ja kpusin si tjenë. Nëse keni shkuar në Belgjik, kanë ligje të tjera, shumë Mirë, çdo vend I Evropës ka ligje të tjera. Edhe në Kosovë po të shkosh, të gjithë kalojnë rrugën ke vizat e bardha, vetëm në Shqipëri. Kjo nuk është të thënë që unë për shembull me pengon për marrë në Shqipëri. Po të kalon mendja ti me gjithë zinxhirin e trashëm? Se çfarë ka? Po lacat e mbajnë kështu më. Po mirë lac jam unë. Po zjetor të qela. Pse? Si më jale me çuni mund t'jesh. Edhe kjo më bën më alamet. Kjo të më alamet, ë? Po, atë thuaj. Po dëgjoj, po pse të pëlqen t'jesh lac për shkakun? Çka ka të mirë laci sipas teje? Bie shumë sy, je shumë tip. Ka Po, gjithaj përfshin. pitbull, ke pitbull ti? Jo, kam qenë sharri. Ke lloj qeni tjetër? Jo, se në përgjithësi lacat majnë pitbull. Pitbullat janë të vegjël, s'bjes. Çfarë I vjet deri këtu ti? Do të thënë ai qeni tjetër? Çet me. E lidh me këtë, e mbaj me këtë. A vash se shkuva kështu apo? Kush është kjo? Kjo është mami im, kjo është cover up, se kam pat një portret tjetër poshtë saj dhe kjo është bërë cover. E di pse ç'a bëj unë? Kur flej gjumë puthte qanë kjo tjetra. Shumë interesante. Bravo, e ke zgjidh tash edhe po soll mirë na njëna e ke aty ti. Jo, po I rref mami këti. Mami që ke zgjidh. Mirë, bravo. Po. Shpirt. Bashkë me çfarë kam mbuluar një 32. Mos më thuaj shpirt me sa unë nuk jam. Unë kam alergji nga lesbiket, ha. Shpirt I keq pastaj. Zgjerin çik ma tregoja atë piercing-un. Kur e ke bërë atë? 26 vjeçe pra. Sa vjeçe je? 34. Çfarë thon, po ne që jemi moshatare. Po mi zdim. Su dhe shpirt na tremb. Po me shpirt. Zemra jote me zemrën e kujt është ajo? Jo, janë zemrat e fëmijëve të mi, kam 2 fëmijë. Ah, ke 2 fëmijë, paç me jetë gjatë. Paç me jetë Livia dhe shumë të lumtur. Sa vjeç janë tani? Djali bën 13, vajza 8. Dgjoj, po pse e ka që egër? Egër? Me piercing, me tatuazhe, apo nuk tregon egërsi? Jo, nuk tregon egërsi. Për mendimin tim jo. Jo, mi se ti më the shpirt mua. Jo, nuk ka vesh egërsi fare. Është kjo ideja, domethënë që këta njerëzit me tatu. Kur fillove të bësh tatuazhe? Që 29 vjeçë. Si të erdhi? Jo, I kam dashur që e vogël. Faleminderit. Ciao. Zemra. Trëbashe, po mos më thuaj më zemra, po. Jam beret, thash, jam kallash. Njerëz internetsa, YouTubesa, por sidomos që jeni shikues të Anja Report, Toni Toj është një nga DJ-t më në zë, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në Shqipëri, po luan shpesh edhe jashtë Shqipërisë, kryesisht në Gjermani, në Austri, Gjermani, Sloveni, Kroaci. Megjithatë, unë nuk rridot pa e thënë këtë, megjithëse kur ka rënë rasti, e kam thënë gjithmonë, Toni është edhe mësuesi im, I vokalit, mbaj mend shumë mirë një gjë. Reklama ime e parë kur unë dhe Toni punonim në Plus 2 Radio, ka qenë një reklamë 0900-s. Po. Dhe për realizimin e asaj reklame, ndërkohë që unë duhet ta bëja shumë seksuale zërin, do të thënë zërin duhet të ishte shumë seksual, por unë isha shumë e virgjër për të bërë atë zërin as seksual. Toni 2 javë për ditë më ka bërë shkollë se si unë të thosha vetëm 2 fjali. Më fal, 1 fjali fare, 2. A të shëron të njesh me mua? Telefono tani në 0900. 2 javë kemi ndonjur për këtë. Dhe Toni ka pasur një durim të llahtarshëm.
Ti ke qenë një nga zërat më të mirë dhe je një nga zërat më të mirë, kështu që përdesa ke punuar me mua. Po, ato desha të thosha, e kupton? Nuk e kisha treguar asnjëherë me detaje, por kam treguar gjithnjë si histori që me të vërtet unë mbaj mend që me ty kam bërë shkollë dhe je një ndër njerëzit që ke ndikuar shumë profesionalisht për punën time në radio, për artikulimin, zërin, impostimin e zërit e tjerë e tjerë. Toni sonte luante Matrix, ne jemi te Matrix, po e presim që të dalit performoj apo performove? Jo, do performoj prapë sepse performova një herë. Je gjithmonë tek nëna, ë? Po, jam dhe tek nëna, luaj gjithandej. Sot je guest i ftuar? Jam special guest, po. Se zakonisht rezident je nga nëna apo jo? Tek nëna, po. Ti preferoje shumë muzikën hardcore dikur. Tani si është transformuar Toni në një DJ që duhet jetë edhe komercial? Komercializmin e mbajmë sepse njerëzit e pëlqejnë atë. Ndërkohë që injektojmë nga pak nga muzika që vërtet është për klub dhe për diskotek. Tani luhet EDM, hardstyle, techno, shëndet. Të shtiu. Të shtiu kameramani. Klube të tilla si Matrix, unë do luaj pak më fort, sepse edhe atmosfera është e tillë. Edhe ambienti i Matrix ta ofron një gjë që të luash fort edhe ngjit, më kupton? E kuptoj. Megjithatë, ndër klubet e natës në Shqipëri, duke qenë se ke eksperiencë shumë edhe jashtë në Europë, që ti do cilësoje si më të mirët për një DJ për të luajtur ashtu si çdo. Kush janë? Po bën dot emra? Matrix, që unë po luaj sot është një super klub, Lollipop, Mumia, Folia. Këto janë klubet më në Z. Ndërkohë që kanë dalë dhe klube të reja, me fjalë po akoma nuk kanë hyrë në treg, po që janë mirë FBI dhe Moscow, që janë arena dhe kjo më pëlqen shumë që në Shqipëri po hyn arena në jo klubi mirë fill ose diskotek, po është arenë. Domethënë që DJ bën show DJ dhe jepet goxha rëndësi DJ. Kjo është gjë e mirë për në Shqipëri. Siç është jashtë. Toni Toj, ose se unë ndryshe e thrastonqe, po kjo është shumë i sirë se normal, ka aq vite sa kemi që njemi është e logjikshme. Mendon që në Shqipëri ka klube shumë të mira? Klubet në Shqipëri janë klubet edhe më të mira se jashtë. Po ta krahasosh me Austrinë që unë shkoj, nuk ka klube të tillë. Harroje. Morët vesh, klubet më të mira, Toni Toj, thotë që janë këtu në Shqipëri. Faleminderit.